Doktor, unë jam Marian Galdini, jam askushi, kreti pa rëndësishëm, i pavlefshëm, njeri kot, por kam një sfidë për ty, doktor Sali Berisha. Mjaft Partia Demokratike, se unë nuk po them që i nëzit ti, por kultura jote me siguri. Mjaft sulmuat çdo rrjet social të Arjan Galdinit, çdo faqe Facebooku, çdo blog, çdo profil TikToku, YouTube'i, me sulme militantësh dhe me sulme trollash apo milicish virtuale vreri, duke thënë çdo marrëzi të mundshme. Ndaleni këtë marrëzi. Ndaj, doktor, po drejtohem përsëri ty. Merr autoritetin dhe ndrysho kulturën e organizatës që drejton, sepse kështu nuk do shkoni larg as ju as ne, dhe kështu ai i gjati do na mund gjithmonë, do të qesh gjithmonë. Unë e kuptoj që ti luftën nuk e ke për të mundur atë të gjatin, ti luftën e ke për të mundur këdo tjetër që nuk është aty në taborin dhe në oborin tënd. Por, për sa më takon, po të them, nuk kam ndërmend të lejoj më që ushtri militantësh dhe trollitantësh të ndyjnë pa pushim mjetet dhe kanalet e mia personale të komunikimit dhe të partisë ku unë bëj pjesë, LRE Rinisja. Nuk e di si u a ke mbushur mendjen atyre, nuk e di se si Flamur Noka apo kushdo tjetër në kryesinë dhe drejtimin e Partisë Demokratike u a ka mbushur mendjen militantëve se njerëz si unë i shërbejnë Edi Ramës, Rilindjes, George Sorosit, Erion Veliajt, Belinda Ballukut, e ku di unë çfarë çmendurie tjetër. Nuk e di se si u ambush një mendjen. Prandaj, duke qenë se unë kam ndërmend që kësaj gjëje të shkoj deri në fund, dua t'ju ftoj përsëri dhe do ta bëj çdo ditë. Sa më shumë të më sulmoni, aq më shumë do t'ju sfidoj. Sali Berisha, Flamur Noka, Belind Këlliçi, se këta tre drejtues të rinj një të Partisë Demokratike të sapo konfirmuar në këtë kuptim të rinj, jo në moshë dhe jo në risi, por të sapo rikonfirmuar. Numri im i telefonit personal është 068 40 60 131. Ju lutem më tregoni mua, ose u tregoni militantëve tuaj, ose u tregoni të gjitha strukturave të Partisë Demokratike, ore, si i shërbej unë Edi Ramës? Kush është mënyra se si i shërbej unë Edi Ramës, Erion Veliajt, George Sorosit, Belinda Ballukut apo kujdo tjetër, si u thoni ju atyre, si u ambushni ju mendjen atyre? Në ç'mënyrë i shërbej unë Edi Ramës? Sepse pikës pari, unë jam një qytetar i lirë që drejtoj vetëm një projekt, projektin e Arjan Galdinit. Drejtoj, mbart mbi përgjegjësitë e mia vetëm projektin e Arjan Galdinit. Dhe projekti i Arjan Galdinit ka 3 themele. Ka shqiptarizmin, ku fryti i parë i këtij themeli është libri im Neo-shqiptarizmi, dhe tani po del nga shtypi libri tjetër, Doktrina e shqiptarizmit. Kam akademinë që e kam themeluar në emrin tim dhe jam duke e ndërtuar dhe ngritur dhe strukturuar me forcat dhe me mundësitë e mia personale, dhe kam edhe aktivizmin si themelues i Partisë LRE Rinisja, të cilën e kam pas drejtuar deri në 19 shtator 2025. Kaq di unë. Por as librat e mi, as akademia ime, as partia ku unë bëj pjesë,
nuk janë përfitues dhe nuk kanë marrë kurrë asnjë fond, asnjë qindark, mor asnjë gjë, asnjë fjalë të mirë, asnjë inkurajim, absolutisht asgjë nga kurkush, as nga ty Sali Berisha, as nga Edi Rama dhe nga asnjë forcë apo fuqi vendase apo ndërkombëtare, cilën do të kenë njerëzit ndërmend. Unë di që çdo gjë po ndërtohet me mundin dhe sakrificat e mia dhe të familjes time. Nuk di që në moshën 51 vjeçare dhe në 36 vite qysh se ka rënë komunizmi, të kem punuar në shtet ndonjëherë në pushtetet e Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste apo të ndonjë partie tjetër që ka qenë pjesë e pushteteve qendrore apo lokale. Nuk dit kem qenë as tundës dere. Nuk dit kem marrë rrogë në shtet ndonjëherë. Nuk dit kem qenë as në administratë publike, as në administratë lokale, as doganjer, as tatimor, nuk dit kem qenë as në administratë partie, nuk dit kem qenë as drejtues në Partinë Demokratike, nuk dit kem qenë as i preferuar, as i favorizuar, as i zgjedhur kurkund në Partinë Demokratike. Kur kam qenë fëmijë, nga mosha 16 vjeçare deri në moshën 20 vjeçare, kam qenë 4 vjet kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike për qytetin e Vlorës, nga viti 1991 deri në vitin 1994. Por kam qenë fëmijë. E mëtej, nuk di kush ka qenë shpërblimi, kush ka qenë vlerësimi, apo kush ka qenë bonusi apo përfitimi që unë mund të marrë nga PD-ja që ju të ndjeni kaq të zemruar për meje. Apo nga unë. Ma thoni më, ku e keni problemin? Ku e keni shqetësimin? 068 20 60 131 është numri im. Sali Berisha, Flamur Noka, Belind Këlliçi, ky është numri im. Nëse ju kam në i borxh apo detyrim, nëse mendoni se unë kam marrë në i pushtet Partisë Demokratike dhe tani po e përdor kundër jush, në i fitim apo përfitim nga Partia Demokratike dhe tani po e përdor kundër jush, nëse ju mendoni se unë jam mosmirënjohës në diçka që ka bërë Partia Demokratike ndaj meje dhe tani po e kthej kundër jush, ma thoni më kush? Doni t'ju numëroj se çfarë kam bërë unë për Partinë Demokratike? Doni t'ju numëroj? Kur të doni? 068 40 60 131 është numri im. Por ju lutem, ndriçoni demokratët, ndriçoni strukturat e PD-s dhe u thoni çfarë përfitimesh ka Arjan Galdini dhe si shërben Arjan Galdini Edi Ramës, George Sorosit, Belinda Ballukut apo Erion Veliajt. Se kanë 13 vjet në pushtet këta zotrinj dhe unë di që unë jam pa punë. Unë di që nuk ka asnjë fond, asnjë financim, asnjë donacion, asnjë qindark që hyn tek unë apo tek familja ime apo tek njerëzit e mi si përfitim apo bonus nga këta. Unë nuk e di të kem bërë në një karrierë, të kem bërë në një detyrë, rol apo të kem patur në një ofiq, nuk e di të kem në një tender, PPP, leje ndërtimi, nuk e di të kem në një OEF apo organizat që financohet në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort nga këta, apo nga George Sorosi, apo nga Bashkia, apo nga Ballukja. Ore ma gjeni ju, cila është mënyra se si unë i shërbej Edi Ramës, Erion Veliajt, George Sorosit. Më gjeni një numër llogarie, më gjeni një provë, më gjeni një gërm, më gjeni një mënyrë se si unë shpërblehem nga Edi Rama, më gjeni një mënyrë, ju sfidoj, unë jam i gatshëm nëse bjem dakord, 068 40 60 131 është numri im. Nëse bjem dakord, unë jam i gatshëm që të bëj publike të gjitha statement, pra të gjitha të dhënat e çdo llogarie bankare, kadastrale, të pronave të mia, dhe çdo gjë jam i gatshëm ta bëj transparente për publikun, edhe ato që konsiderohen privatësi ekstreme. Jam i gatshëm që unë ta bëj flet të bardhë çdo gjë. Flet të bardhë çdo gjë për publikun. A jeni të gatshëm ta bëni dhe ju? Sali Berisha, Flamur Noka, Belind Balluku, Belind Këlliçi, më falni se ishte jo e qëllimt, por ja që kështu jemi tani, Berisha është mes Belindit dhe Belindës, por për te i gabimit dhe lapsusit njerëzor,
Unë ju sfidoj, a jeni të gatshëm ta bëjmë këtë provën dhe sprovën? Ju bëni transparente të gjitha të dhënat tuaja dhe të familjarëve tuaj, të dhëna bankare, kadastrale, pronësi, tendera, licencime, edhe unë do bëj çdo gjë publike. Ose ju ftoj, bëni publike çfarë dokumenta shkeni për mua, çfarë prova shkeni për mua, ose ndalni militantët, ndalni trollitantët, ndalni ushtrit e vrerit dhe të lumit. Ndalini, stop. E kam seriozisht. Nuk e bashkoni dot kështu opozitën, duke u përpjekur të poshtëroni çdo njeri, duke u përpjekur të demonizoni çdo njeri. Kështu do të na mundet Dirama përjetësisht. Kështu, duke na parë që ne kacafytemi me njëri tjetrin, e Dirama vetëm do të bëj fest. Dhe i bëni një të keqe të madhe Shqipërisë, sepse bëni pis çdo njeri. Stop, ndaloni me vrerin. Hapni mendjet dhe zemrat dhe nisni procese paqëtimi dhe pajtimi. Ose transparence. Okej, nëse nuk dini, nuk keni urtin, maturin dhe kulturën për pajtim dhe paqëtim, hajdeni mu, bujrum. Nxirrni dokumentacionin. Unë ju sfidoj, nxirrni prova, fakte, dokumentacion kundër Arjan Galdinit. Çfarë të keni, bujrum. 068 40 60 131 është numri im. Dhe ju ftoj në Daçi, ma mbyllni gojën privatisht, në Daçi ma mbyllni gojën publikisht, në cilën do media, zgjidheni ju, në Daçi dhe tek syri.net, jam i gatshëm të vi. Bujrum, nxirrni fakte, dokumenta dhe prova si shërbej unë e Diramës. Cila është mënyra se si shërbej unë e Diramës? Si është shpërblimi që unë marr nga e Dirama? Për çfarë shpërblimi, për çfarë fitimi, për çfarë bonusi? Unë ju sfidoj, sepse nuk pas keni të ndalur. U thoni call centrave, u thoni profileve false, u thoni militantëve, ta ndalin këtë sulm. Përndryshe unë çdo ditë do t'ju sfidoj, hapim letrat së bashku, unë dhe ju. Kaq.